Administrata Trump ka vendosur të heqë kufizimin kyç që kishte vendosur ndaj përdorimit nga Ukraina të raketave me rreze të gjata veprimit për të prodhuara në perëndim. Lajmi raporton nga Wall Street Journal. Në praktikë, kjo do të thotë se Kievi do të ketë mundësi të godazë objektivat brenda territorit rus me dhjetra ose qindra kilometra nga vija e frontit. Presidenti amerikan foli për lajme të rreme, duke pretenduar se Shtetet e Bashkuara nuk kanë të bëjnë fare me këto raketa. Nga to që vijnë ato, çfarëdo që Ukraina synon të bëjë me to. Çështja kryesore është se Shtetet e Bashkuara mund të kufizojnë përdorimin e raketave Storm Shadow, të cilat janë në prodhim franko-britanik, sepse ukrainasit përdorin të dhëna nga forcat armatosur amerikane për shënjestrimin e objektivat të armikut. Ish-presidenti Joe Biden e miratoi mbi përdorimin e raketave amerikane Storm Shadow dhe Atakams nga Ukraina kundër objektivave brenda Rusisë në fund të mandatit të tij. Megjithatë, pasi Trump mori detyrën, Pentagoni krijoi një proces shqyrtimi për miratimin e sulmeve ndërkufitare, duke përdorur raketa amerikane ose të huaja, duke përfshirë raketat Storm Shadow, të cilat mbështeten në të dhënat amerikane për të identifikuar objektivat. Sipas këtij mekanizmi, sekretari i mbrojtjes kishte fjalën e fundit, sepse nëse Ukraina mund të përdorte armë perëndimore me rreze të gjata veprimi për të sulmuar Rusinë, përpara se autoritetet i transferojë komandës evropiane, nuk miratoheshin sulme të tilla. Në fakt duket se Kievi tashmë ka ndërmarrë veprime të tilla të cilat priten të rrisin presionin mbi Rusinë. Sulmi ishte i suksesshëm pasi arriti të depërtojë mbrojtjen ajrore ruse, tha shtabi i përgjithshëm i Ukrainës, pa dhënë detaje të mëtejshme.